Nënkryetaria e Bashkimit Demokratik për Integrim, Arta Bilali Zendeli, në konferencë për shtyp, tha se BDI në Kongresin e 5 të partisë ka dalë me propozim për marrëveshje kombëtare për përparim. Ajo tha se kjo marrëveshje synon të kthejë shpresën dhe të krijojë mundësi të reja dhe perspektivë. Kongresi i 5 i Bashkimit Demokratik për Integrim zgjodhi një rrugë tjetër. Në vend të nxitjes së frikës, ne hodhëm një litar shprese. Në vend të fillimit të ndarjeve, ne ndërtuam një urë. Në vend të vazhdimit të rrethit vicios të apatisë, zhgënjimit dhe ikjes nga vendi, propozuam ndërprerjen e këtij zinxhiri. Kjo është arsyeja sepse Bashkimi Demokratik për Integrim në Kongresin e 5 doli me propozimin për një marrëveshje kombëtare për përparim. Kjo nismë nuk është partijake, nuk është as etnike, ajo është mbi gjitha këto. Është një platformë mbarshoqërore, mbi partitë, mbi konfliktet artificiale dhe mbi narrativat e frikës. Për vite me radhë, vendi po mbahet peng nga frika fiktive, nga armiq të imagjinuar dhe nga polarizimet të prodhuara qëllimisht, vetëm për të ruajtur ose për të fituar pushtetin. Ky model ka prodhuar stagnim, mungesë perspektive dhe emigrim masiv. Ne besojmë se ka ardhur koha për ta ndalur këtë absurditet politik. Prandaj, marrëveshja kombëtare për përparim propozohet si një platformë e përbashkët, ku ekspert vendor dhe ndërkombëtar, bota akademike, shoqëria civile, politika dhe biznesi bashkohen për të ndërtuar konsensus për tema siç janë zhvillimi, ekonomia, arsimi, shëndetësia, cilësia e jetës dhe shumë tema tjera që drejt për drejt interferojnë në jetën e qytetarëve. Kjo marrëveshje nuk synon të menaxhojë frikën, por të krijojë shpresë. Nuk synon të prodhojë konflikte, por mundësi. Nuk synon të ruaj status quo, por të hap perspektivë për brezat që sot po largohen nga vendi. Kongresi i Bashkimit Demokratik për Integrim e bën këtë thirrje me bindjen se vendi nuk ka nevojë për më shumë armiq, por për më shumë marrëveshje, jo për më shumë ndarje, por për më shumë përparim. Ky është momenti për të ndërprerë zinxhirin e apatisë dhe për të ndërtuar një konsensus të ri kombëtar për përparim.